Vëllezër, sot po duam me fol për një temë shka do shta direkt nësë na ka rrok, po pa na përfshin pak na për familjet tona, çare se kemi. Cila tema është kjo? Me hesab dyqysh jena modernizu shumë, edhe jena të pa shumë filma spanjolski dhe turski, edhe nëse cilën familje pa pas një shkurërëzim, ja pa pas një problem me zburit e grujës, dhe thot çare nuk ashtë. Pse o vlezën kjo punë? A është bon moda, po çka problemi? Dietarët islam i kanë përmend disa kushte për të cilat na nuk i kemi realizu, e për atë arsye që si kemi realizu, masanena vinë pasojat për mas. Ashtu që Kur'anin nëse e morna e shletojna për 114 sure, një sure e ka emrin Suratul Talaq, surja e shkurërizimit, ndërsa s'ka asnjë Suratul Zawaj, çka i vjen surja e martesës. Pse? Për atë arsye se Allahu Dhul Xhelal e din mas mirti, por mu martu është natyrshmëri. Këtë njerëzit martohen, ama mundo nuk është natyrshmëri. Është do thot një proces shumë i lodh, edhe shumë i keq. Mbas për herë për burrin, masen për gruin, masen për babën e vet, nanën e vet, masen për shoshnin, për gjësi, për krejt do thot është proces shumë i rëndë. Për këtë çështje ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë Allahu Dhul Xhelal e ka leju shkurërizimin edhe pse e urren mas shumti. Do thot pi veprave shka mas tepërmi, shka i urren Allahu Dhul Xhelal, ama e ka bon halal është shkurërizimi. E për atë arsye do thot e ka zbrit këtë sure që për me pa çfarë obligime ka burri, çfarë obligime ka gruaja, e çfarë obligime ka shoshnia, inshallah Allahu Dhul Xhelal na mençmon. Por pi çështjeve më kryesore që mos me mujt mu ba bashk një i ri edhe një e re, çka ka? Për atë arsye se si kanë mësue obligimet çka i kanë ata mes veti. Do thot ti para se mu martu, dush me lexu dani libër, ja me vet dani hoxh, ja me vet dani prind, ja me vet dani kan. Uneve për mu bon burr, shka duhet me bon une, apëton. Po edhe ajo gruja, apo nusja, edhe ajo do thot nuk i ka mësue obligimet se qysh duhet mu sjell te burri, edhe me çka obligohet ajo. Se s'ka lexu asnjë libër, qysh mu bon gruje e mirë, ja qysh mu bon nuse e mirë. Çka problemi? Po çka ato e kanë kuptuar, do thot martesën shka veç mu i mjaltit. Shkojnë e bojnë mujin e mjaltit, mas e kur të thehen, ju hin fesadi. Për shka ju hin fesadi? Për atë arsye se as burri si ka mësue se çish do të më bon burr, as gruaja se ka mësue çish do të më bon gruaja. Nëse ju kujtohet një muhabet përpara kur ka ndasht më bon dhëndër, ka dalë përpara hoxhës, hajde thuj shartet e tushnisë. Edhe ai masën i ka thonë, që ka që janë të abdesit, që ka që guslit, që ka që namazit, që ka që ku e ditë qka hit, a vëton, ka thonë taman, te po mu ishe mu bon burë, edhe qëta hit, banë dhëndër. Sot a ka që ashtu diçka? S'ka sot. I kena hup na këto mesele. E kena hup do thot edhe me shku në hoxh, me mësu Kur'an, e kena mësu edhe me lexu në libër fetare, masë nese kur të martohesh ki problem, po normal që ki problem. Për atë arsye se i ke hup renin. Do të më mësu një renin, po masanena me hi mu martu. Ashtu që na do thot me mësu një renin, qysh mu bo burr e masane mu martu. Do thot kjo është pika e parë. Pika e dytë çka është o vlezën? A keni pa na kur dojna mu martu, veç bojna plan cilën muzik me thirë, bojna plan cilën restorant me zonë, bojna plan cilën kërë me shkue me prunusën, e bojna plan cilën ka me qitë me alti, që toj bojna plan. Ama as joni nuk i ban plan do sene shka mas mujt mjaltit. Shka obligohen në si burr, ose shka obligohet kjo si gruje. Këto si bojna muhabet, hiq. Edhe masa nena, kur ti bojna qëto plane, dhe thot, i bojna 100.000 harame ati. Edhe masa nena, kur i bojna këto 100.000 harame, harrojna me thonë, estakfirullah. Edhe na për shumë darsma, po shofëmi ka dinherë kërsohës e darsma, ven se njerëzit më konë gëzushëm, që ja konë darsëm, kur del pi darsmës, i dhënushëm, pse se ka shku pa bismillah, ka morë pjesë, në vene shka nuk ashtë razi Allahu Dhul Xhelal, në vene shka janë përzi gra e burra, e mos folmi do thot edhe shumë harame tjera të cilat i kena në mesin tonë si popull, inshallah Allahu Dhul Xhelal na ruaj. E tash ti këtë haram, e mase po ki gjef me dal gjali halal, po s'ka halal, për atë arsye se i nis haram. Ama nisi pak halal, po masanena do thot, inshallah Allahu Dhul Xhelal e shton atë halalin. Kjo është problemi. Problemi tjetër shka është? Problemi tjetër është kur mes burrit edhe grujës mundohet me hi dikush tjetër. A mes burrit edhe grujës s'hen kërkush o vlezër. Do thot mes burrit edhe grujës nuk hen kërkush. Për ata arsye do thot është dhoma
e dhandris, shka hin burri dhe gruaja dhe shka kanë problemet i qarojnë që ati. Ama kur don dikush me hi mes burrit edhe gruajës, atëherë bëhet problem. E zakonisht kush hin mas shumti 60%. Dietarët do thotë kanë shënuar sa përqind për shembull ka, hin kush nona e dhondrit. Për shka? Për atë arsye se tash ka ardhur një njeri i ri, edhe ajo do thotë mundohet mu kon halo kapetan, apo edhe me sundu edhe çata, apo. E tash gruaja mundet me ngu e veç një kapetan, s'mundet me ngu di kapetana. E tash burri një kapetan, edhe nana vet një kapetan, ajo ka me ngu pra mas parëherë, a me ngu burrin, a me ngu vjerën. E masë ne ja nisin probleme. Problemi hala më i madh bëhet kur vjerri ja nis do thot mu përzi, po çtaj kjo nusja për ka ardhur, a ka ardhur për dhondrin, a ka ardhur për tije. Atëherë do thot ka problem. Hala problemi më i madh kur bëhet, kur për shembull në shtëpi qillon dani gruaje e cila është e shlume. S'ka mujt me bë me burrin e vet, e masën ka ardhën te shtëpia vete, te shtëpia vete don me u bë komandant kujna nusës. Hala problem më i madh. Hala problem më i madh ku është kur gjyshja pite shtëpia e vete munohet me drejtue qikën e vet te shtëpia e burrit. Telefonin vesh, allo, ai bone, ai marrove, bane qështu. S'ka nevojë do thot ti mi dhon ingerenca te shtëpia e burrit vet. Epi ingerenca kur anë te shtëpia jote, jo masi shkon te burri vet. Hala mu bon problemi më i madh kur një gruaje hala mendon se baba vet duhet mi dal zot. Ka plot grash ka mendojnë që baba duhet mi dal zot. Harrojnë sepse kanë qit fishek. A ke pa kur shkon me mor nusën, a qet një fishek. A i fishek i shka dhe me thonë, te këtër ti sot baba jot ka qit fishek për tije. Ama pisodit, unë jam qaj shka qes fishek. Edhe një fishek vetë qitet. A jo me shku ati 100.000 fishek, e po cili pra është qaj shka ka me qit fishek nesër për tije? Se din ajo e rifja, se kush ka me qit fishek më për ta. Ama kur njëherë veç njoni, bam, kërse dhe thot, unë jam qaj shka qetë më fishek për ta, mirët veç puna për ta. E na javë kina hu për enin, do seneve shka i kina si tradit. E kjo shkon të burri vet, hala për gjec, kujton që babo vet ashtë. E ka dzoj një qfar meseli këtu, të na shpesh i shkon një pelivan, i forë shumë, i fuqishëm. Edhe kish pas një qikë si kush, kur kush nuk po gudzon me shku me alip qikën, pse se pelivan ki i forë shumë, njëni kishton, ka me shku me alip, shka të montë letë montë, shkon e lipi, kur u martu, ajo qika tha dit për dit, i thëjke, a i din ka e kam babune, a i din ka e kam babune, e mo ti, si ta përmend dikush një laf, ma shumë se 3 herë vjen të huna. E i tha, pa e din shka, pse ki bab filani, shka ka kale. Shkoj të babgjish, i tha, o, ti babgjish. Sën po bona be rahat me qikën tonë, pse? Po tha, dit për dit, më thot, a din ka e kam bab. Rajhëm be një herë me të mket, a përdo bilet ta di që jam rahat maseni me qikën tonë. A që shto në probleme, po, e regullojna këtë punë. Qysh, tha kemi shku, tha ti të shpija atje, edhe kur shkojsh të shpija, më shoja një shpull në sitem, e unë e maseni i ditë mijat. O babgjish po zgudzoj. Si më zgudzojsh, bashkë atëre ka me të rajon e tyje. Edhe shkoj të shpija, erdhë babgjishi, kur erdhë, baba, pas ke ardhë. Ki i tha, a që kja baba jetë po? Edhe jam shojnja që i ka dhonë instruksijat baba. O bab, tha më falë, kja në shpija e këtina, të shpija ime unë e dalë zotë. Edhe e mësoj qikën e vete se aj është më zotni i sajna, jo baba i vetë. E kjo po bëhet hala problem ma i madhë. Problem hala ma i madhë kur gruja e ka dani halja, dani teze, ja dani shoqe, e cila munohet mi kalzu se shka duhet me bëhet të shpija. Jo banja boritan qështu, jo maroja qështu, a nuk e këshirë me shata se e prish familjen e dikujna. Se ketë njerëzit nuk janë njësoj. Dikush e ka standartin ma nalë, dikush standartin ma poshtë. Shka hin ti mu përzije në familjet huj, mi kalzu se shka me bon, shka mës me bon. Këshirë ti punën tone, le ta këshirë njerëzit punën e vetë, me zveti, bes burit edhe grujës, mës me hi mu përzi. E kur hin dikush me u përzije i treti, e që atëhere do të shejtani s'ka që tërpunë. Përveç se këshirë mi nda, pse se shejtani e merë kunorën matë madhe, kur shkon në akshame i thot, unë e sot e ndajta filanin me filanën. Thot ti brav, ti e pas ke bon punën matë madhe. E pse propu bon shejtan, Allah i të ka fali insan, ti shkon e marë rolin e shejtanit. S'ki nevoj dhe thot, mi mësu halkit për keq, po munohu mi mësu halkit
për të mirë. Qetra punë, dhe thot çka bëhet, kur dohen burri dhe gruaja, deri dje e kanë mik, ke pi kafe me dikan. E ke respektu, ka respektu. Ase ne moti a e respekton që ta se respekton? Jo, normal që se respekton. Pse? Se e këshirë si armik, po. Thue ki, ma ka morë mu kusherinën, ja ma ka morë tezën, ja ma ka morë ku e di shka, mo as selam si jep. Dhe thot këputët mo selami. Në udhu bilat dikun, jo mu këput selami, po bëhat edhe vrasja. Për shka? Për atë arsye se dy budall s'kan mujt më morë vesh me zveti, e tash hi i treti, gjënoj s'ka faj kur gjohesh, duhet më përlab me ata, për shka për atë arsye se ato dy s'un kanë mujt më morë vesh. A mërë vesh kjo dhe thot, i ka plon masenej, shoshnin krejt, edhe e bojnë atë keq dhe një kanë shka falë namaz, e bojnë atë keq dhe një kanë shka ashtë musliman, e bojnë atë keq, për shka për gabimin tanë të cilën e ke bon ti. Për këtë arsye pra, duhet njeri shumë me mendu. Për shka me mendu, për atë arsye se kur bombi një qa, o vlezën, nuk bombi një qa një 5 lira, 10 lira, 15 lira, qa është një qaj këtu të na. Po bombi një qa se be pi lafit, ja kesh drip dorën e i ke thonë Allah në emrile, e nga merë ka ulile, në emën të Allahu të dhul gjelel, edhe si pas traditës pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, po të bajon e mikti, e masën e ti e thënë qatë lafin që ke folë. Nuk ka me rëndësia 5 lira, 10 lira. Ashtë me rëndësi fjalla. Se burri lidhet për fjallë. Ama kavi, a keni pa ka, sa i fuqishëm ashtë. Për shka e lidhin, me kërpesh e lidhin, e ngrehin. E ba në burë pra, maje që atë fjallë që ka e ke folë, kër e bo mik me dikan. Munohë me quet e këtër në fund. Jo për një bardak, qajt, me prish mitësien. Se po prishën sot qiftet e reja për gjona banale, për gjona palidhje, shumë palidhja pëtën. Po dijet me pse shlohet gruja. Gruja shlohet veç me 3 elemente. Elementi parë shka është, në udhu billah e ke zonë në pozicion të keqë. Që atëherë mas kish ka me qurë, jetë me ta. Ti këshire punën tonën, për këshire punën teme. Edhe që atëherë nuk ka drejt me vrau, po e malkon. Ka zbrita jetë e kuranore se qysh me malku. Po e dyta çka është ti e ke lanë të shtëpia kuletën për atë arsye se ke hinë shtëpitone. Kur del për jashtë ta këshir kuleta shprast. Ta ka vedh kuletën, ta ka vedh. Për çfarë do thot lihet, pse se hajnin nuk lihet shtëpi. Edhe e treta çka nuk don me ta respektu babën edhe nanën. Kur nuk don me ta respektu babën edhe nanën, e pa atëre respektoj babën tanë edhe nanën tonë. Sigurisht ka i ke respektu deri tash, ama babën teme, nanën teme respekton dani kush tjetër. Çto janë arsyet kryesore pse shlohet një gruaj. Jo pse se ka la bardakin, pse si ka fshin shkallë, pse se ka la borrin, pse se ka qit çajin bardakat kuq, pse se ka pru filan lugën, gjana shka janë shumë palidhje.